Veprat e artistëve tursak më të njohur janë bërë bashkë në një ekspozit që është hapur në Galeri Nikolet Vasia dhe do të pres publikun deri në datën 19 maj. Ekspozita u titullua Pranverë dhe po tërheq vëmendjen e publikut pas rihapjes së galerisë së qytetit. U hap ekspozita që ka bashkuar veprat e artistëve të artit pamor në Durrës si Sabri Tuçi, Agim Kavaja, Zef Ujka, Gavril Priftuli e të tjerë. Ata u bashkuan me emrat më të rinj që vazhdojnë të mbajnë traditën e artit figurativ në qytet. Ekspozita u mundësua nga shtëpia e shkrimtarëve dhe artistëve, e cila synon të rikthejë traditën shumë vjeçare, hapjen e 2 ekspozitave kolektive të artistëve të artit pamor. Vepra në pikturë dhe skulpturë të realizuar ndër vite nga artistët u prezantuan për publikun e dashuruar pas ngjyrave dhe formave. Veprat sjellin për publikun emocionet e pesazhit, por nuk mungojnë as kompozimet me një muri ngjyrash dhe formash. Në ekspozit nuk munguan as portretet në skulpturë, me fokus disa nga figurat publike të qytetit. Kjo ekspozit vjen si një rrugëtim i artit pamor dursak, me krijimin nga periudha para realizmit deri në ditët e sotme. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 19 maj, ku mund të shijohen veprat më të mira të artit pamor të realizuara në 80 vitet e fundit. Me këtë ekspozit, Galeria e Qytetit u rikthye për të apasionuarit pas artit figurativ pas rikonstruksionit të godinës.